Realiteti hidhur nga ëndrat e paprekura. S'di nga t'ja nis. S'di nga t'ja filloj. Nuk di çfarë të shkruaj. Çfarë t'ju tregoj. Nga njëra anë të pasurit, që kur nuk u ngopën. Nga krau tjetër, mizeria, që të mjerve ju bën grop. Fëmijët qajnë për buk. Barkun bosh e kanë. Edhe Zoti ka braktisur pa nënën e pa baban. Luftë bëhet në përbot. Pa ditur pse luftojnë. Fetar dhe ekonomik njerëzimin se vlerësojnë. Braktisin shtëpitë e tyre, në përdetra rrugën marrin. Largohen nga mizeria, vetëm për të mbijetuar. Sa vlerë ka jetë e tyre? Vallë, sa e kanë pazarin? Edhe kur largohen nga vdekja mbeten prap të padëshiruar. Kur do t'i hapim syt? Realitetin të shikojmë. Kur do t'i themi stop mjerimit që s'ka mbarim? Kur do të ngopemi me luksin që kërkojmë? Ndoshta ky është fundi. Mbrapa s'ka më kthim. Dyndjet njerëzore nga luftrat që krijuan. Masakrat për shfarosje edhe sot s'kan të mbaruar. Vjedhim naftë e gaz në të gjitha vendet e botës. Ata mbeten pa bukë, me grusht i bien kokës. Telefona të bukur neve mbajmë në duar. Gucci e Versace rrobat i ndërrojmë. S'duam ta dim nga vijnë, kush i ka prodhuar. Nga vendet më të varfëra që fëmijët i skllavërojnë. Mendoj se të gjithë neve duhet jemi fajtor. Si vampira të pangopur gjakun të tjerëve japim. Por mund të themi stop. Vallë, ka ardhur ajo orë. Apo si spektator akoma duhet të rrim. Interpretoi Artemis Prifti.